Në këtë kronik televizive do të cilëm atmosferën e punës në një kantier ndërtimi në Valen afër Bazelit. Këto objekte banimi po ndërton nga një kompani e bashkëdhëtarit tonë Sabri Karaliti dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët janë të njohur në këtë rajon të Zvicrës me punën e tyre të suksesshme ndër vite në sferën e ndërtimtarisë. Që sa kohë jeni në këtë ambient këtu? Këtu jam që 12 ditë shto, për shkurtit të i tashtë. Sa punëtor gjithsej po punoni këtu? 4-5, këtu pak kohë. Na tregoni sa objekti keni marrë për të ndërtu këtu? Këtu i kena marrë 5 objekte janë. 5 objekte janë, i bojna në vetë për budebladës, dhe më këti i bojna komplet. Ndër tjera të është abazi këtu. Abazi që i banë murër, ka pëndurët e vetë 22 pëndura 3. Dhe me hana është punë shumë e mirë që i banë si peshen edhe vetë. Jemi gëzu shumë e ta shumë. Puna të shku mirë. Jem të punu, jem këtë shqiptarë, dhe me hana shumë puna shkër mirë dhe kryesurja është që të banë më knaqë, që më të knaqë shpyrti, që shumë mirë e qëndër me vete. Shumë mirë e qëndër. Do më thonë jeni një ekip shumë i mirë, apo? Sukur më konë familje, dhe me hana shumë është tim, ta i thëjnë këtu, i thëjnë tim, punë shumë e mirë e buzqesh me shkana. Unë quhem Abbas Krasniqi, jam nga komuna Malisheves në Kosovë, jetoj në Bazel të Zvicrës, tash e 17 vite. Dhe ju punoni me ndërtimtarin, apo jo, në kuadër të kompanisë suaj. Si quhet kompania dhe në çfarë profili është përcaktuar më tepër kompania juaj? Kompania juaj quhet Krasniqi M Kodra GmbH, veprojmë në Bazel të Zvicrës. Dhe si po ju shkojnë punimet sot, jemi këtu në kantierin ku ju po punoni disa objekte, apo jo? Ne jemi këtu te Sabri Karaliti, këtu janë kantierët e Sabris, gjithsej ne bëjmë murët këtu. Kështu që është punë e vështirë? Normalisht është punë e vështirë, po me gjithat ja dalëm. Po në Kosovë shkoni shpesh gjatë vitit? Me Kosovë shkojmë shumë shpesh, edhe mirë kalojmë mirë. Edhe në fund përshëndetja juaj? Përshëndetja jonë është mos ta harrojmë edhe Valonin e Vocër shefin, që na vjen shumë keq se sot dugxhinët në mesin tonë këtu. Një përshëndetje e veçantë shkon edhe për televizorin e ju të vërë. Unë i quhem Alibebi Kodra, jam nga Stivari, për ndryshe jetojmë në Bazel, dhe ka gati 3 vite që jam në Bazel, për ndryshe jam një mërgjimtar i devotshëm, të thamë se kemi punuar do thotë jo vetëm në Zvicër, po posedoj kam edhe shtetësinë italiane. Jam edhe shtetës Italisë dhe këtu në Zvicër kam ardhur si shtetës italian. Do më thënë këtu në mërgjim ke vite të tëra, apo jo? Po, në Zvicër i kam unë i gati 3 vite. Po, në Itali i kam gati, të thëmë drejtën, i kam afër 10 vite. Po, kam punuar edhe, do thotë, në moshën më të re kam punuar në Gjermani. Ku po kaloni më bukur, në Zvicër apo në Itali? Po, të thëmë drejtën, bukuria, si të thëmë, mërgimi është shumë i zgjeshëm, edhe mërgimi është i delikat. Që sa vite punon këtë punë, shef? Që 30 vjetë. Po, prej cilit vendje? Tetovës. Tetovës, mirë shumë. Përveç këtij territori ku sot ju keni kantierin tuaj të punës, a keni edhe diku tjetër në rajone tjera, Bazel apo Delemont apo diku tjetër? Kemi edhe në Delemont, kena 5 punëtor regji punën në Cere. Dhe me në punë, kena, veç kena morë atë shumë që besoj se edhe njëherë mundi me ardhë me kamerë. Më thënë kur të finalizohen, kur të përfundohen. Kur t'ja niset puna pa ushtilat mëdhaj, se na marak Valiu ka marak veç blokat mëdhaj. Ata që kam projekte kam shumë të mëdhaj atash. Në Zvicër, me emër të Zotit,
Çfarë projekti kam tash pitashtit, më të shumë të mujtet janë nisën në Zvicër, nuk kam marru asnjë baushtel, më asnjë bllok i madh, tash kam qit diçka tre. Me emër të Zotit. Kur do fillojnë? Edhe një mujtet e filloi 2 javë te një muaj. Unë jam Abdullah Rejgjaj, Unë ndu Paloka nga Gjakova. unë nga Shtimja. Që sa vite jeni këtu në Zvicër? Unë që 30 vite jam në Zvicër, të shefi ky Sabri jam që 3 vite. Shumë mirë kaloj. Qa është kjo këtu që e keni në Brez? Është krani. Ju punoni me kran? E kam diplomën edhe punoj non-stop me kran. Ne ku të ka nevojë në punë tjera, edhe me kran më shumë. E pas ke punën më të lehtë më duket. Po nuk është bashkë lehtë, ku është shumë e dobët. Dhe ju çfarë pune bëni konkretisht? Punoj pluçët e betonit i përgatiti, me elemente, shaltofme, bëj gati krejt për beton, armatur, beton, krejt ato gati. Ke kohë që punon me Karalitin apo ke punuar edhe në firma tjera? Te Karaliti jam që 5 vitet e fundit, përpara kam punu me firma zvicerane. E tash vazhdojmë të tjela me ta, Si po hec puna këtu? deri që të bukur. Karaliti është shef i vështirë apo ja? Jo, shefatur nuk ka, po nuk ka ishte jam. Dëshirë me përshëndet Valonin, e djalin e Sabrit, shefit, është shumë efikas në punë, edhe shumë mirë punon. Po çfarë opinioni kanë vendasit për punëtorët shqiptar? Ne takuam Terezën, e cila banonte afër këtij kantieri. Pra, ajo kishte përshtypje shumë të mira për punën që po bëi këtu dhe për shqiptarët në përgjithësi. Para disa kohësh ajo kishte patur rastin të qëndronte 3 ditë në Kosovë dhe thotë që populli atje është i mrekullueshëm dhe shumë mikpritës. Largohemi nga Valeni pasi Sabriu me ekipin e tij do ta vazhdojnë edhe disa orë punën e tyre për sot. Natyrisht do t'i vizitojmë sërish në projektet e tyre të reja.